Cili ka qenë ndonjë moment gjatë filmimeve, gjatë 5 episodeve që të ka ngel në mendje që diçka gjë më kulminante më fani? Ka qenë tek episodi final, unë dhe Vin Beleri në sallën interrogimi. Tani është hera e parë që luajta me Vin Belerin. Edhe është aktor që ka goxha famë, edhe është shumë aktor i mirë, edhe jam rritur me zërin e tij që i vogël, me zërat që dublonte, edhe tani ta shikosh e ke përballë, do keni një skem bashkë. Te kuptoj si nisi. Edhe tani ti këtej supozohet je i djalë i ri, je i djalë me pasion që do bësh të personazhin, do ja dal ban, unë do bëj personazhin e jetës me këtë, do punoj fort, edhe kjo do njihet botërisht, dhe pastaj i thua, po prit pra se të kemi skemin e Belerin. Edhe është qef, se do që edhe të kënaqesh ndërkohë. Është ky qefi që të kënaqesh me aktor më të madh se sa ty, që ka eksperiencë dhe po punoni bashkë, se krijohet ajo lloj marrëdhënie, krijohet ajo lloj dashamirësie me njëri tjetrin. Edhe ishte një nga momentet shumë që i mbaj mend ajo skena tek interrogimi, se ka qenë goxha tension, edhe mendoj që ja kemi arritur aty që ta japim si gjë. Ka qenë shumë Më ka shijuar goxha si skenë, ka shijuar goxha. Edhe skena me Eglën. Po, edhe me Eglën jam kënaqur. Me Eglën dolëm që ishim të dy nga Poliçani, edhe ishte shumë interesante marrëdhënia me Eglën. Egla ishte shumë aktore, është akoma, është aktore shumë profesioniste dhe shumë e ciltër si njeri. Domethënë, shumë rob i qeshur, edhe shumë bashkëpunues. Edhe meraklie. Është dinamike. Është dhe dinamike, është dhe meraklie personazhit, do që ta çojë në perfeksion atë që bën. Edhe ishte shumë eksperiencë e këndshme, jam kënaqur. Kuptoj, ishte shumë ajo, si të thuash, jo manipulim, ai gabimi që bën te takimi juaj, nuk e di, ishte shumë lezetshëm, vinte shumë fare. Po. Kemi goxha referenca dhe nga kinemat perëndimore, dhe do jemi përpjekur që t'i bashkojmë me gjën tonë shqiptare, se nuk shkojnë të gjitha. E kuptoj, po.